Muhamedi bia ime e dinte se rruga e tij nuk ishte e lehtë. Kishte parë mundimet, kishte parë dhunën që kishin bërë idhujtarët mbi Islamin. Mirë pa i kishte vendosur që të predikonte se nuk ka tjetër, vetëm një Zot. Pra, të kam thënë edhe më parë, se në Mekë, vit për vit, në kohën e caktuar, në Kurban Bajram, vinin njerëz për ta vizituar Qabën. Edhe atë mot, nga fisi Hazrez, erdhen 6 veta. Erdhen 6 veta për të vizituar Qabën dhe Muhamedi në mbrëmje, pasi ra terri, e shfrytëzoi errësirën dhe shkoi te Medinasët, edhe ju tha, vëllezër, duhet t'ju them se unë jam profet, se mu m'ka dërguar i madhi Zot që të predikoj Islamin, prandaj duhet të me besoni se nuk ka tjetër, vetëm një Zot. Ata nuk e kishin vështirë të besonin, se nga fëqinjit e tyre hebrej, në Medinë kishin dëgjuar se në librat e shenjtat e tyre flitej se do të vinte një profet, dhe do t'jetë profeti i fundit, që do t'i jap mesazhin e tij për drejtësi, për paqë dhe për adhurim ndaj Allahut. Pra, ata me gjithë dëshirë e pranuan Islamin dhe këta janë medinasit e parë që pranuan dhe vazhduan dhe shkuan dhe u kthyn në Medinë. Motin tjetër tash erdhen 2 fise, Hazrez dhe Aus. Tani ishin 12 veta. Pejgamberi përsëri në errësirën e natës i tuboi dhe ju tha se duhet të pranoni disa kushte, të cilat do të ju shërbejnë në jetë. Pra kushti i parë ishte që mos t'i bënin shok Allahut. Allahu ishte një. E dyta, tha, është për detyrë islame që mos të shnjerëzoni gratë. Ndërsa kushti tjetër është të mos vritni. Kushti tjetër është të mos gënjeni. Kushti tjetër është të mos luftoni ata që janë paqësorë. Dhe kështu 12 veta në Akabe e bën betimin e parë. Dhe ky pra u quajt betimi i Akabes. Pejgamberi zgjodhi një djalë i cili e dinte Kur'anin, i dinte mësimet e Kur'anit dhe u dha me veti këtyre njerëzve që kur kthehen në Medinë, t'ua predikoj Kur'anin simbas zbritjes që kishte ardhur Muhamedi alayhis salam. Dhe ai pati shumë sukses, sepse ju bashkuan shumë Medinas e pranuan Islamin edhe kushtet e pejgamberit Muhamedit alayhis salam. Mbas 2-3 vjetë, tani në Mekë
erdhen rreth 73 veta. Erdhen burra, gra. Tani Muhamedi ishte pak më i lirë që të bisedonte me ta, sepse ata kishin pranuar Islamin dhe i thirrin në një tubim. E bashk me Muhamedin shkoi edhe agja i tij, Abazi, është quajt, edhe Abazi ju drejtue me dinazve, ju tha: o burra, Muhamedi është me fis Kurejsh. Ne e kemi mbrojt deri tani nga të ligat, nga vështërsit, dhe ju keni pranuar Islamin, po me duhet edhe një kusht për juve. Ata tha: urna, kushti im është se a do t'jeni në gjendje ju të mbroni Muhamedin nëse vjen ata, nëse vjen atje, sepse mund të ketë vështirësi, mund të ketë lufta. Edhe ata thanë: ne do ta mbrojmë me jetët tona. Pra, ky ishte betimi i dytë i Akabes. Mirë po, i dhujtarët Mekë morën vesh se Medinasit kishin pranuar fenë islame. Dhe tani fillun përsëri torturat. Fillun mundimet ndaj muslimanëve. Ndaj muslimanëve vendas në Mekë. Atëherë Muhamedi i mlodhi shokët e tij edhe i tha se këtu për ne vërtet është vështirë ta vazhdojmë predikimin, po dhe të vazhdojmë t'i kryjmë kushtet e Islamit. Pra, unë ju këshilloj që të migroni në Medinë, sepse atje tash i kemi vëllezërit tanë të cilët e kanë pranuar fenë islame. Shumica e njerëzve vërtet e kishin vështirë t'i lenin vatrat e tyre, të lenin pasurinë, sepse nuk mund t'i merrnin, sepse ata atëherë udhtonin 2-3 veta fshehtas, nuk udhtonin në karvane, po 2-3 veta fshehtas në mënyrë që i dhujtarët mos ta dinin dhe ata të shkonin. Kështu pra një pjesë shumë e madhe, thuja përveç Muhamedit a.s., Ebu Bekrit edhe Aliut, të gjithë të tjerët migruan dhe shkuan në Medinë. Atje tash të vëllezërit e vet Medinë, ata i faleshin Zotit dhe ishin të lirë. Pra, ne duhet t'i falenderojmë së pari Zotin që i ndihmoi gjithë këta mërgjimtarë. Ta falenderoj Zotin që ju mundësoi shokëve të pejgamberit të kenë strej dhe të luten të lirë. Hey, bija im, sa më gëzon me këto fjalë. Pra, për sonte, këtu po e përfundojmë bisedën, edhe natën tjetër vazhdojmë me tregimin tjetër rreth pejgamberit. Faleminderit bija ime. Ngritu. E natën e mirë. Natën e mirë, baba.